një pjesë pra është. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم. I mbështetem Allahu të mëruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O njerëz, friksohuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, nga i cili krijoi edhe shokun e tij për jetë dhe prej atyre dyve bëri shumë meshkuj dhe femra. Friksohuni Allahut të cilit i luteni dhe mbani lidhjet familjare, se Allahu vërtet gjithmonë mbi ju vigjelon. Kurse bonjakve dorëzonu pasurinë e tyre, mos e përzini të keqen me të mirë dhe mos hani pasuritë e tyre me pasuritë tuaja. Realitet, ky është verseti i dytë, vetëm e lexova përkthimin e Kuranit, pra të versetit të parë, këtë që e lexova arabisht. Para se të kalojmë me leximin e surës Nisa, që është pjesë e gjyzit të 4 dhe të 5, pra surja Nisa ka të bëj emri Nisa, do më thënë gratë, ne do të tregojmë me pak fjalë se për çka bëhet fjalë në këtë sure Nisa. Pra, surja Nisa apo gratë është një sure që ka 176 versete, apo ajete, apo mund të themi fjali. Dhe kjo flet për të drejtat në përgjithësi, edhe të burrit, edhe të gruas, edhe të familjes, mirë po kjo sure Nisa mas shumë të i përkushtohet gruas. Prandaj e thekson me theks të veçantë drejtësinë në familje dhe në shoqëri. Gjithashtu jep rregulla për martesë, për trashëgimi, për dhurata brenda martesës, për dhuratat që prindrit mund t'i japin fëmijëve sa janë gjallë, për trashëgiminë e cila jepet kur të vdesin, si dhe për hakun të drejtën e jetimit. Kjo sure Nisa, që në shqip i bie gratë, paralajmëron pa drejtësit kundër atyre që cilët shtypin, pra shtypsit, tiranëve. Mandej kjo sure nxit për ndershmëri, besim dhe respekt të ndërsjellët, apo reciprok. Pra, këtë e ka qëllim kjo sure Nisa, të cilën do ta lexojmë në gjuhën shqipe. Nxit e fletë për ligjin dhe drejtësinë në Islam, jo drejtësinë e jurisprudencës të ndryshme, të kushtetutave të ndryshme kosovare, shqiptare, amerikane, ku ta di unë, por për ligjet
dhe kushtetutën islame. Gjithashtu e kujton rëndësinë e besimit të sinqert dhe të devotshmërisë. Pse njerëzit duhet ta kenë një besim të sinqert dhe çfarë është dobia e jon që ne të jemi të devotshëm. Prandaj të dashur miq, pa humbur kohë edhe një herë, po e lexojmë nga fillimi surën Nisa. Pra, po e lexojmë nga fillimi surën Nisa, gratë e cila përmban 176 ajete. Por pasi që kemi pas një shkëputje, s'kemi mund ta përfundojmë gjyzin pjesën e 4, tani do të futemi pak tek pjesa e 5, mirëpo nuk do ta përfundojmë sonte komplet pjesën e 5, po do ta përfundojmë vetëm surën Nisa, gratë. Nëse pyesim se pse është e rëndësishme ta lexojmë Kuranin, sepse fjala e parë që Zoti ka urdhëru, jo vetëm profetin Muhammed, sa i s'ka pas libër aty që me lexu Kuranin, dhe fjala e parë që i ka thënë në shpellën hira profetit Muhammed si urdhër, lexo, vetëm një herë. Jo dikush thot 3 herë, jo dikush thot s'di unë me lexu, etjera, janë lloj transmetime. Por na do të flasim, do të lexojmë këto edhe simas këto në mënyrë sipërfaqësore, pra një lexim letrar edhe një komentim letrar, jo komentim apo tefsir të thellësishëm, po vetëm ato që ka e kuptojmë, se me bo me me komentu çdo verset kuranor, neve na duhet ndoshta një 5-6 vjet. Prandaj, ne po e lexojmë vetëm sipërfaqësisht dhe do t'ja japim një komentim të thjeshtë, të shpejt letrar. Për arsye se Kurane kemi, falë Zotit, e kemi origjinalin në gjuhën arabe, po për fat të keq në gjuhën shqipe njerëzit ose nga ignoranca ose nga rrymat e ndryshme kanë bë përkthimet pak që kanë pas dëshirë. Dhash Zoti e kanë pas nga ignoranca e nuk e kanë shit fejnë e tyre me fjalën e Zotit. Prandaj, Kurani ka gjithsej 300 fletë, që do me thonë 30 pjesë apo gjyze, dhe një gjyz i ka 10 fletë, pra 30 gjyze, një gjyz i ka 10 fletë. Nëse lexojmë këto 10 fletët, i bie për 30 minuta, hajde 40, hajde më shumë për e lojmë për 1 orë, se ndonjëherë ndalemi në një ajet kuranor që ndoshta pak na konvenon dëshirojmë me meditu, atëherë na për 1 orë e lexojmë një gjys, për 30 orë e lexojmë komplet Kuranin. Prandaj, e kote keni, nëse nuk e keni lexu librin e Zotit, e keni lexu romane tjera, e libra tjera që e kanë shkruajt njerëzia. Ndërka që kjo është një amanet i Zotit që na ka shkruajt njerëzit të cilët e kanë diktuar, ata kanë qenë jo shkrimtarët, po diktues ka qenë profeti Muhammed, dhe kanë qenë një 7-8 ma shumë persona të cilët çka ka folë profeti, ata i kanë shkruajt. Prandaj, mirë është me lexu fjalën e Zotit. Merre me mend, për 30 ditë, ka 1 orë, ti pe lexon Kuranin, dhe veten ki me gjetë edhe në Kuran, sepse Kurani flet edhe për ty. Por ama, mos harroni se ikre, lexo është urdhër i Zotit, dhe profeti Muhammed na ka thonë, paqja e Zotit qoftë mbi to dhe familjen e tij, se ka 70 lloje të ibadeteve. Numër 1 është namazi, haxhi, bamirësia, zikri, leximi i Kuranit, e tjera, prandaj edhe leximi i Kuranit është një prej ibadeteve, jo vetëm Kurani, por edhe libra tjerë që i lexoni, në momentin ti kur shkon me marr një gotë ujë, të lypët kërkohet pak kohë me shku deri në lavapjat,
me marr ujin, me mbush, me pru këtu, e tjera. Ndërka që Kuranin e merr dhe e ki vetëm një libër përpara, e merr e lexon një faqe dhe ti je duke bërë vepër adhurimi. Vazhdojmë. Po lexojmë tash pa u ndalur aty këtu që ka nevojë. I mbështetem Allahu të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Surja Nisa, ajeti 1. O njerëz, friksohuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, nga i cili krijoi edhe shokun e tij për jetë, dhe prej atyre dyve bëri shumë meshkuj dhe femra. Friksohuni Allahu, të cilët i luteni dhe mbani lidhjet familjare, se Allahu vërtet gjithmonë mbi ju vigjelon. Pra shumë është me rëndësi, kjo është urdhër që ti mbajmë lidhjet familjare, sepse Allahu ju shikon, ju vigjelon me urrejtje, madje ata që i prishin lidhjet familjare në suretun Nahl, thot pasi që ata e ndiejnë veten të pambarur, nuk kanë nevojë për ndihmën as të vllaut, as të motrës, as të babës, as nanës, e ndiejnë veten të pambarur dhe i shkëpusin lidhjet familjare, Allahu mbi ta do të dërgoj mallkimin edhe shkatërimin. Ky është verset si vazhdimsi e kësaj, sepse në disa vende përmendet që është shumë me rëndësi mbajtja e lidhjeve familjare. Kurse bonjakëve, jetimve, dorëzonu pasurinë e tyre, mos e përzini të keqen me të mirën dhe mos hani pasurinë e tyre me pasuritë tuaja. Ajo një mend do të ishte mëkat i madh. Nëse ka vdek vllau, e tash ajo pasuria e vllaut tënd i takon jetimve. Ama te na, në trojet tona shqiptare, unë kam dëgju vetëm pse i ka pas qika, pra nuk ja ka dhënë pasurinë e babës. Edhe pse kanë met jetim, prandaj edhe mos me met jetim, na e respektojmë më shumë ligjin e lekës, ligjin e kanunit, ligjin e Kushtetutës Kosovës, se sa ligjin e Allahut. Prandaj, mbajeni, thot, është mëkat i madh nëse ja hani dhe i përzini punët e mira, pasurinë tuaj me pasurinë e tyre. Ajeti 3. Nëse keni frikë se ndaj bonjakëve nuk do të jeni të drejtë, atëherë martohuni me ato gra që u lejohen me nga 2, 3 dhe me 4. Por në qoftë se friksoheni se do të jeni të drejtë, atëherë vetëm me nga 1, ose ja, i keni ato me të cilat dispononi, ashtu është më lehtë të ruheni nga e padrejta. Pra, ky verset kuranor flet që nëse një mashkull dëshiron me u martu me dikant, pra thotë nëse keni frikë se ndaj bonjakëve nuk do të jeni të drejtë, cilëve bonjak? Bonjakëve tuaj apo bonjakëve të atyre grave veja me të cilat dëshiron ti të martohesh, Thot këtu, se unë pak po ju flasë edhe për tefsirit, se veç i kam të shënuar, si që po i shihni shënimet i kam marrë. Prandaj, thot, kur dëshironi të keni kontakt me një grua ve, edhe mund të gaboni, sepse ka ndonjë qik të mire, ka ndonjë nuse, edhe mund të gaboni, mund të mëkatoni, atër thot për mos me bo mëkat me fëmijët e asaj gruave, atër thot Zoti këtu, martohuni me nga 2, me nga 3, ose 4, por më mirë për juve që të jeni të drejtë, dhe nëse i friksoheni Allahut dhe të jeni të drejtë, atër vetëm me nga 1, sepse personi i cili e bën drejtësi, a i friksohet Zotit. Po personi i cili nuk ka drejtësi, a i normal që i anon në zemra, ose të njëra, ose të tjetra grue. Prandaj këtu tregon që
burrat e kanë të lejuar me nga 2, me 3, me 4, por ma mirë për juve është me 1. Vazhdojmë. Ashtu është më lehtë të ruheni nga e pa drejta. Qose ki një grue edhe je ma i drejt, pra nuk bën pa drejtësi, Zoti thot. Dhe jepuni grave me gjithë zemër dhuratat e kurorës, por nëse ato me dëshirën e vet ju dhurojnë diçka nga ato, merrni dhe e ngrënshi me shëndet. Pra, në fen islame, kur të fejohet vajza ose gruaja, kur të martohet grueve edhe martohet për s'dyti. Pra, kur don me hyrë në marrëdhënie intime, bashkëshortore, jo marrëdhënie avanturiste, pra hajde veç po e bëj për argëtim, po marrëdhënie martesore, atëherë gruaja duhet, gruas duhet pa tjetër burri me ja caktu mehrin. Mehri është dhurata e martesës. Pa këtë dhuratë martesës nuk mund është ti me konsideru që ajo është gruaja jote. Te na shqiptarët i kanë dhënë grave dukate sënd, që ajo është numru si dhurate martesës. Por nuk mund është pa dhuratën e martesës. Dhe thot, por edhe nëse ato gratë kanë dishka pasuni edhe dëshirojnë që ty me ta lehtësu jetën, i thot merrni, pranoni nëse ato gra kanë diçka pasuni. Dhe kujdesuni për bonjakët. Falni, një ajet më nalt. Ndërsa të papjekurve intelektualisht të marrve, ka shujt në klapa, që me thënë që janë me aftësi të kufizuar, mos u a jepni pasurinë e tyre të cilën Allahu u a ka besuar juve, ta drejtoni, por ata t'i furnizoni me ushqim e veshëmbathje dhe t'u folni atyre fjalë të mira. Për shembull, kanë ndru jetë vllau dhe e kini një fëmijë të vllaut i cili është me tmeta apo me aftësi të kufizuar, ati nuk e ki obligim me ia dhënë pasuninë e vllaut tënd që të ka vdek. Por ata duhet t'i ushqesh, t'i mbash edhe t'i veshëmbathje, të kujdesesh dhe t'i thuash fjalë të mira. Dhe kujdesuni për jetimet, derisa të bëhen në moshë për martesë. Edhe kur ta shihni se janë të pjekur, dorëzojani pasurinë e tyre. Tash vllau jot kalon shtëpi, kalon pasuni dhe duhet m'ja dorëzu pasuninë e tyre. Por për gratë, për shembull, nëse gruaja rrin në atë familje dhe është në moshë, nuk don me u martu, normal që ajo është pjesë e asaj pasurie të burrit. Por në momentin kur ajo martohet, asaj pasuria e burrit është 1/8, tregohet në Kur'an. 1/8, burri kur të vdes, gruas i takon vetëm 1/8 e pasurisë, ndërka që 7 pjesë tjera i takojnë fëmijëve të saj. Nëse nuk ka pas gruaja fëmijë, dhe i ka vdek burri, asaj i takon 1/4 e pasunisë, jo e 1/8. Vazhdojmë. Dhe mos e shpenzoni pa nevojë derisa ata të rriten, pra për mallin e jetimit. Kush është i pasur, le të përmbahet, e kush është i varfër, le ta shpenzoj me mas, legalisht. Pra, nëse vllau ju ka vdek, edhe tash ti ki djemë të vllaut, fëmijë të vllaut, endes janë për martesë, deri atëherë, thotë nëse ti je i varfër, masi po kujdesesh për djemë të vllaut, mundesh diçka me përdor për asaj pasunie, por legalisht, çka është e lejume. Por më e mira, thotë është duhet të kujdesin dhe t'ja ruani pasurinë e tyre. Kush është i pasur, le të përmbahet, e kush është i varfër, le ta shpenzoj me mas dhe legalisht. E kur t'ua jepni pasurinë e tyre, jepuni me dëshmitar, ndërka që mjafton që për Allahu të jepni llogari. Pra, testamenti apo pasuria në këtë rast duhet më dhënë me dëshmitar, para avokatit, para noterit, që me thonë, shiko, këta janë fëmijët e vllaut tem, unë deri sot ja kam rujt pasuninë, tash tutje duhet m'ja dorëzu te noteri. Vazhdojmë. Meshkujve i takon 1 pjesë nga ajo që lën prindërit,
dhe të afërmit. Tash po tregon për prindrit, si i takon kjo pasuri. Por edhe grave u takon një pjesë nga ajo që lën prindërit dhe të afërmit, pavarësisht a është pak apo ajo pjesë e caktuar apo shumë. Pra, edhe meshkujve i takon pjesë nga pasunia e babës edhe të afërmve, por edhe femrave i takon pjesë nga pasunia e prindërve. Kur në ndarje prezentojnë të afërmit, bonjakët dhe të varfrit u jepni edhe atyre diçka nga ajo dhe u thuani ndonjë fjalë të mirë. Dhe le të friksohen si kur të lënin edhe ata pas vetës fëmijë të njom jetim për të cilët kanë frikë. Pra, ti e aq dhe ti duhet mu friksu se edhe ti mundesh mi lanë fëmijët e tu jetim edhe s'kishe pas dëshirë që dikush mu sjell keq me fëmijët e tu të cilëve baba i ka vdekur. Le t'i ruhen Allahut dhe le të thonë fjalë të vërtete. Ata të cilët hanë pasurinë e bonjakve pa kur farë të drejte, pa dyshim hanë dhe mbushin barqet e tyre me zjarë. Andaj do të digjen në flak të këndelur. Pra vetëm ke hangër gaca, që ja ke hangër pasunin e jetimit. Ama një dhom i ka taku, ama i ka taku një bashë, një livadh. Ti e ki obligim si vlla me janë da pasunin edhe mu kujdes për jetimet. Prandaj thot, ata të cilët e hajnë pasunin e jetimit, ata i mbushin barqet e tyre me zjarë, andaj do të digjen në flak të këndelur. Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj mashkullit i takon aq sa u takon 2 femrave. Deri tash fliste, deri ta jeti 10, pra u fliste për bonjakët, që shme da pasunin e tyre. Dhe tash po flet për njerëzit, për meshkuj që shdut me da pasunin e vetë. Vazhdojmë, surja Nisa, pra, ajeti 11, surja 4, ajeti 11. Allahu ju këshillon për fëmijët tuaj, mashkullit i takon aq sa u takon 2 femrave. E nëse janë më shumë se 2 femra, atyre u takon 2/3 nga ajo që ka lënë. E nëse është vetëm një, asaj i takon gjysma. Pra, nëse këtu e kemi, pra nëse baba e ka një djalë dhe një vajzë, atëherë djali i ka një 100.000 euro, djalit i takojnë 2 hise, që do me thonë këtë 100.000 euro duhet me da në 3 pjesë, nga 33.333 euro, pra 2 pjesë për i takojnë djalit, që do me thonë 66.666 euro, ndërka që vajzës i takon 33.333 euro. Besoj se mire kom da, pra 2 pjesë i takojnë djalit, 1 pjesë i takojnë vajzës. Dikush thot, jo po konventat ndërkombëtare e ndajnë gjys për gjys. Le ta ndajnë ata, po ti si motër, nëse ja merr hisën e vllaut, ti ki me dhënë përgjegjësi te Zoti, sepse ke pas ndaj hoxh aty me tregu se si ndahet hisja. Prandaj, nëse je musliman, qose i beson Kuranit, se ka musliman veç me emër, po si besojnë Kuranit, prandaj se praktikojnë, e kanë ma kollaj me ligjin e kanunit, edhe motrën e qesin prej hisës, edhe bile jam shelin derën nëse motra e kërkon të drejten e vetë. Prandaj, këtu tregon që mashkullit i takon aq sa u takon 2 femrat, e nëse janë më shumë se 2 femra, atyre i takon 2/3. Pra 2/3 e asaj pasunie, pra i ndajnë motrat me zveti. E nëse janë më shumë se 2 femra, atyre i takojnë 2/3 nga ajo që ka lanë. Prindërve ndo çdo njeri prej tyre 1/6 asaj që ka lënë nëse ka fëmijë.
Pra, nëse ka fëmijë, çdo njeri prej tyre 1/6 e asaj që ka lënë nëse ka fëmijë. Po nëse nuk ka fëmijë dhe e kanë trashëguar prindrit, atëherë nënës së tij i takon 1/3. Për shembull, vdes personi, djali i vdes nënës dhe ai person nuk ka pas fëmijë, po ka pas grua, atëherë nënës së tij i takon 1/3, mandej vazhdon, do me thonë nuk i takon komplet gruas, se nuk ka pas fëmijë, i takon edhe nënës edhe prindërve, dhe vazhdojmë. Po në qoftë se ka vëllezër, atëherë nënës së tij i bie 1/6. Pra, në qoftë se ai vdekur i ka vëllezër, atëherë nënës pasunia e atij të vdekurit ndahet në 1/6, në 6 pjesë, 1/6 pjesë i takon nënës, sepse ka edhe djem. Dhe pjesët, pasi të zbatohet porosia që ka lënë, për shembull, ai ka punu, s'ka pas grua dhe ka pas borxhe, dhe cakton ai thot porosinë e kom lënë, thot normal që unë pja fali vllaznive, nonës e tjera, po Kurani thot jo, ti s'mundesh m'ja fal, po duhet rregullat. Edhe nona ka, edhe baba ka hise, edhe grua nëse ka lënë, edhe fëmijët e tij. Ju nuk dini cilin e keni më të afërt, prindërit apo djemt tuaj. Ky është obligimi i Allahut, vërtet Allahu është i urtë dhe di shumë. Që do me thonë, nëse gruaja, burri ka kriju një pasuni të madhe, edhe tash e ka kriju ato edhe para gruas, e ka marrë pasunin prej babës, edhe ka zhvillu e ka pasurin e tij, atëherë ajo grua, do me thonë me ligjin e Kosovës, asaj krejt i takon. Por ja që me ligjin e Kuranit nuk i takon e tëra pasuri, sepse ai vetë ka krijuar pasuri. Mazhanimisht flasim edhe tjetër herë, por e keni në YouTube isja apo trashëgimia. Juve ju takon gjysma asaj që kanë lënë gratë tuaja, nëse nuk kanë fëmijë. Unë për shembull vdes edhe unë e kam 100.000 euro, burrit tem i takojnë 50.000 euro. E nëse kanë fëmijë, atëherë për ju është 1/4, pra nëse burri jem ka fëmijë, edhe unë kam fëmijë, atëherë burri im e merr 1/4, pra e ndajmë këtë 100.000 euro në 4 pjesë, dhe e merr pra 25.000. Burrit tem i takojnë, ndërka që tjerat i takojnë fëmijëve të mi. Pra, ajo që kanë lënë, pasi të zbatohet porosia që ka lënë, ose të paguhet borxhi. Unë për shembull kam pas pare, mirë po kam edhe borxhe. Njëherë e la porosin, unë e tham për shembull 20.000 keni me dhënë hajrat, keni me ndërtu këtë shkollën, edhe thotë i kam 20.000 borxh. Pra, sa kanë me 60.000 i ndajmë në 4 pjesë edhe e nxerrim. Pra, 1/4 i takon burrit tem, prej pasunisë teme personale, që e kam prej babës, ose që e kam kriju gjatë jetës. Pra, burrit tem i takon vetëm 1/4. A nëse une nuk kam fëmijë, burrit tem i takon gjysa, e gjysa tjetër kthehet te vllaznit e mi, te motrat e mia, sepse atë pasuni une e kam kriju, edhe ndoshta e kom marrë prej babës, andej këndej nuk ma ka falë burri jam, por s'kam fëmijë, kam jetu mirë me burrin tim, gjysën ja jap burrit, gjysën tjetër ja ndaj motrave, vllaznive, e jap hajrat, bëj çka du. Ajo me ja dhon komplet burrit. Kurse bashkëshortëve u takon 1/4 nga ajo që lini ju. Pra, bashkëshortëve, pra, prap e ka për burrat, burri kur vdes. Nëse nuk keni fëmijë, prap tha, përsëritet kjo 1/4 edhe për burrin. E në qoftë se keni fëmijë, atyre u takon 1/8, pra gruas, thash nëse kam fëmijë une,
edhe kam, edhe kur të vdes, burri nëse vdes, jo gruaja. Gruaja nëse vdes është tjetër. Trashëgimia është tjetër për gruan nëse vdes, po nëse vdes burri, se trashëgimia, hisja nuk jepet tu kanë gjallë. Mundet më shkruaj testamenti tu kanë gjallë, mirë po, trashëgimia nuk jepet. Është pak e koklavitur, kjo është jurisprudencë, po unë që po du të muna, s'kam qa me bo. Prandaj thot që nëse nuk keni fëmijë, e në qoftë se keni fëmijë, atyre u takon 1/8. Pra, gruas i takon pasunia burrit tem, ndahet në 8 pjesë. I kemi 8.000 euro për shembull, dhe 8.000 euro t'i dajmë në 8 pjesë, sa i bjerë, ose 10.000. E një pjesë e marun, 7 pjesë tjera i takojnë. Adresa e rejtës po shihesh. Burr, qysh? Adresa e rejtë ku e Mirë që më tregove. Vazhdojmë, do t'a bëj katë. Kurse bashkëshortëve u takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, pra për gratë, e në qoftë se keni fëmijë, atyre u takon 1/8 për gratë, më falni, pra nga ajo që keni lënë ju, pasi të zbatohet porosia që keni lënë ose të paguhet borxhi. Burri pra vdes, 1/8 i takon gruas, 7 pjesë tjera i takojnë fëmijëve të saj. Por në rast se mashkulli ose femra që trashëgohen nuk kanë prindër as fëmijë, por kanë vëlla ose motër, atëherë secili prej atyre dyve i takon 1/6. E nëse janë më shumë, atëherë marrin pjesë bashkarisht në 1/3 pasi të zbatohet porosia e lënë ose të paguhet borxhi pa i dëmtuar askë. Kjo është një porosi e Allahut. Allahu është më shumë i dishëm dhe më i butë. Si që thash, duhet komentim shumë i gjatë. Pra nëse une nuk kam fëmijë, atëherë marrim pjesë bashkarisht, pra secili prej tyre dyve takon 1/6. Une nuk kam fëmijë, une marr 1/6 e pasunisë së burrit, dhe tjetra i takon vllazërve, e tjera, motrave të atij burrit. Ata janë kuvinje të caktuar nga Allahu, kush i përullet Allahu dhe profetit të tij, ai do të shtjerrë atë në xhenete, kur jedhin lumenjet, dhe aty do të mbesin për gjithmonë. Ai është sukses i madh. Kush është i padëgjueshëm ndaj Allahut dhe profetit të tij dhe i kalon kufijit e ligjeve të tij, ai do ta hudh atë në zjarr ku do të qëndroj për gjithmonë. Atë e pret vuajtje e turpshme. Pra nuk mundemi na vetëm me thonë okej, Zoti po na tregon që çështu po duka mu do hisja, valla veç unë nuk po du me dëgju Zotin. Pra, kush nuk e dëgjon ligjin e Allahut, thot kështu, kush është i padëgjueshëm ndaj Allahut dhe profetit të tij dhe i kalon kufijt e ligjeve të tij të Allahut, ai do ta hudh atë në zjarr ku do të qëndroj për gjithmonë, atë e pret vuajtje e turpshme. Prandaj na mundemi me thonë, valla, une Zoti po thot, po me kanun të Dugaxhinit, po thot ma po më përshtatet se aty motra po thot une heki dorë prej hisës. Por edhe me kanunin e Kushtetutës Kosovës, motrës pi përshtatet sepse pja ndan gjysmë në gjysën djalit, gjysën qikës. Por na nëse jemi musliman, normal që ajeti 14 thot duhet ta dëgjojnë. E tash çfarë është, Zoti ndonjëherë e thot, jo shpeshherë e thot, do të dënoheni me zjarr dhe aty do t'jeni për gjithmonë. Por ka versete tjera që e përcjellin këta, thot se Zoti thot mëshirën e ka më të madhe se sa mëkati juaj. Prandaj na duhet me lexu Kur'anin, jo për me ju friksu Zotit, po është puna me pas dron me pas nga fjala e Zotit.
Nëse mu Zoti më ka mësu si me vepru, edhe mu po tham, unë jam mjafton më kanë kaq musliman, edhe mu mjafton që kjo, edhe ma shumë s'kam nevojë unë me dëgju Zotin. Por nëse veç e ke dëgju fjalën e Zotit, e ka thonë dikush, unë jo kam shpjegu tjetër kush e tjera, normal që do t'jep një përgjithësi, por Zoti është i mëshirshëm. Prap thot, po najhera din kur të thonë me nana, kur t'i thot fëmijët, a i t'ke me pa ti të babi. Do me thonë, jo që ka dëshirë nana me raf burri saj fëmin, baba me raf fëmin e vetë. Jo që ka dëshirë, por në një farë mënyre, kjo i bjerë ashtu që t'ja kesh dronë e babës. Vazhdojmë. Kur bëjnë amoralitet gra tuaja, kërkoni që tua dëshmojnë 4 vetë për jush. Pra nuk mund është ti gruas mi thonë që je pa moralshme. Pa i pas 4 dëshmitar që e kanë pa gruan tënde të bo amoralitet, apo si që themi në gjuhën shqipe kurvëri, se kjo përmendet edhe në Kuran. Nëse dëshmojnë mbani në shtëpi derisa ti lodh vdekja, gjërësisht derisa Allahu tu gjejnë ndonjë rrugë dalje tjetër. Pra, nëse dëshmojnë ata që gruan me të vërtet e ke pas pa moralshme, jo me shku me marë altinë dhe në lulbalit. Jo, për me dënu me vdekje, Zoti e dënon. Po mendojnë gjykata e dënon nëse ka nevojë. E ke myt dikant, gjykata thot vrasja për vrasje shkon. Prandaj, këtu duhet kesh 4 dëshmitar për me mund mi thonë gruas që ti je pa moralshme, je lavire. Dhe ato duhet me majtë mshel, bile me versete tjera thot, nëse mundësh me ja falja, e kishëm shpërblim të Zoti, nëse nuk mundësh me ja fal, duhet me mbyll gojen. E jo me shko me vra gruan, po ndahësh, nuk mundesh me ja fal, baj, shko, ndaju prej meje, s'ka nevoj këtë dyjaja me ditë që ti pas këtë rathu, se plus nuk i ki 4 dëshmitar, e tjera. Qërtoni të 2 palët që bëjnë amoralitet, por nëse pendohen dhe përmirësohen, atëherë lini të qetë, sepse Allahu është shumë i mëshirshëm dhe i pranon shumë pendimet. Pra, pendohet burri, ka bë dhe burri amoralitet. Do me thonë, ka shku me grua tjetër që nuk e ka konor, nuk është gruaja e ti. Pra, nëse ata pendohen, pra, atër s'kemi nevoj na me i dënu, po njerë Zoti thot, mbani në shtëpit e juja, por derisa të vdesin ato, por nëse nuk mundesh, gjithësisht, derisa Allahu t'ju jep një zgjedhje. Ndoshta i burri më nuk mundet me jetu me atë grue. Atër zgjedhja Allahut thot, shkurorzoni dhe mbylleni gojen, sepse edhe ti ke mund me gabu. Prandaj qërtoni të 2 palët që bëjnë amoralitet kurvëri, por nëse pendohen dhe përmirësohen, atëherë lini rahat. Mos ja përmendni këtë dynjoja me dëgju, sepse Allahu është shumë i mëshirshëm dhe i pranon shumë pendimet. Qëri sa Zot të mirë kemi. Me të vërtet Allahu pranon pendimin vetëm për atyre të cilët bëjnë ndonjë vepër të keqe nga mosdia dhe shpejt pendohen. Atyre Allahu do t'ua pranoj pendimin, sepse Allahu është shumë i dishëm dhe i urtë. Nuk është pendimi për ata të cilët bëjnë vepra të këqija, deri kur u afrohet vdekja. A diçka, unë qështu po jetoj me hajni, me falni shprije, me amoralitet, po boj qka po du, krejt haramet për boj, edhe ma në fund,
kur të vinë para vdekjes, unë e pendohem. Jo, po thot Zoti, nuk është pendim për ata të cilët bëjnë vepra të këqija deri kur u afrohet vdekja. Ndonjëri sish, atëherë thot, unë tash vërtet pendohem, kur fillon vdekjen me pa, thot unë vërtet pendohem, po ti s'kish ka më u pendu pse nuk e ke respektu nënën tënde kur je ka një ri, ose sepse tashmë vetje plak, vetje bën nën, vetje bë bab, edhe s'ki që ka mu pendu ti, mos e të ka kalu koha, ti u desh mu pendu atëherë sa je ma i ri, me përmisu gabimin që ke bo me nonën, me vlaun, me gruën bisa, e tjera. Ndonjëri sish, do disa prej atyre pra, atëherë thot, unë tash vërtet pendohem, e as për ata që vdesin mos besimtar. Pra për mos besimtarin tanë kohën ka jetu si besoj Zotit, e ka shajt Zotin, ka bo veprat këqia, nuk e ka dëgju fjallën e Zotit, e ma në fund kur vdesin thot ata janë besimtar, pa besimtar dojnë me u pendu, jo, thot, ata kanë bet pa besimtar. Ata janë për të cilët kemi përgatitur vuajtje të dhëmshme, që nuk dojnë mu pendu, sepse mu pendu për një vepër që e bën një haram, që e bën ajo ta ka shishtu ty trupin tënde, jetën tënde, edhe ti s'mundesh qa shkollaj mi thonë, okej, valla prej sot unë po pendohem edhe më nuk kam mu taku me atë dashnorën, ose prej sot po pendohem edhe më nuk kam i mashtru njerëzit, sepse parja të mashtron, pra është vështirë. O besimtar, juve nuk ju lejohet ti trashëgoni gratë pa pëlqimin e tyre, që do me thonë një burr, tash flet këtu, që një burr nuk mundet me marrë me dhunë me martu një grue apo një vajzë pa dëshirën e tyre, po duhet me marrë pëlqimin apo don ajo mu martu. Pra këtu tregohet që prej një fëmijës unë e marrish ti pëlqimin, se shpesher na dim me thonë, pejgamberi e ka marrë fëmin 6 vjeçe, 8 vjeçe, 9 vjeçe, e ka martu Hazreti Aishën. Prej fëmijës nuk mundesh ti me marrë pajtimin, sa i nuk din çka është martesa. Prandaj thot, o besimtar, juve nuk ju lejohet ti trashëgoni gratë pa pëlqimin e tyre. Është edhe puna, më falni, kjo është për tu do të me këput, se e kom përzim me një ajet tjetër, edhe njerë. O besimtar, juve nuk lejohet të trashëgoni gratë pa pëlqimin e tyre. Për shembull, unë e kam një trashëgimi prej vllaut, prej babës, edhe burri thot, jo, thot, kjo duhet, na po jetojmë bashk, ligji i Kosovës po thot, duhet bashk, ti çka punon me rrogën tënde duhet me shti këtu. O zotnis, unë e shti unë këtu rrogën sepse vllajin tem me vllaun tim, qatë pasunin e babës tem e kam biznes. Edhe tash unë jam të fitu prej qasaj pasunis babës teme, prej qasaj trashëgimis që më ka dhënë baba. Edhe une ti nuk mundesh me më detyru që une qatë pasunin me fut në hisën e babës. Pra, në hisën tënde, nuk guxon ti me trashëgu mja marë pasunin gruas me zorë. Dhe mos krijoni vështërsi me qëllim që t'ua përvetsoni ndonjë send, që ua keni dhuruar. Pra, me kriju vështërsi, tash pse unë s'un po e marrë trashëgimin, edhe mja marrë asaj qatë dhuratën e martesës që ja ke dhonë, valla, unë ta kom dhonë ty që aty një 7-8 lira, ama me kriju ti vështërsi edhe mja marrë gruës lirat edhe me shit edhe me kryu hesapët e tua. Jo, nuk guxon ti dukatin e gruës trashëgimin që ja ke dhonë me ja marrë. As nuk guxon me kriju vështërsi bile. Ju që ja keni dhuruar përveç nëse kanë bërë amoralitet haptazi. Për shembull, burri ja jep gruas një 10 lira në martes, apo mehrin ja jep dhuratën, apo një trashëgimi i thot, merre që të banesën grue po ta jap ty. Mirë po, thot, nuk guxon ato mja marrë, mo përveç nëse gruaja ty të ka tradhtu. Haptas, e ke pa, ka një, ke dëgju, e tjera. Qoni jetë të mirë me to,
po nëse ndjeni neveri ndaj tyre, ndoshta do të neveriteni nga ajo për të cilën Allahu ju jep dobi të shumta. Çoni jetë mirë me to, por edhe najherë ju nervozon gruaja, të nervozon me disa gjeste, me disa punë, po thot ndoshta do të neveriteni nga ajo, por ndoshta nga ajo neveritja ti që ki për ta, për të cilën Allahu ka me të dhënë dobi të shumta. Prandaj çoje një jetë mirë, mos e kçyr me nënçmu gruan për diçka që aty të neverit, të nevrikos, të bën nervoz. Vazhdojmë. Dhe nëse dëshironi ta lëshoni një grua dhe ta mbani një tjetër, ata që kanë 2 gra dhe thot valla unë po du me lishu se nuk jam ty, po du më nda prej teje, por nuk jam e kënaqur me ty. Atë çka thot Zoti, nëse dëshironi ta lëshoni një grua dhe ta mbani një tjetër, por njerëz nga ato i keni dhënë shumë pasuri, mos i merrni asgjë nga ajo pasuri. A t'ja merrni me dhunë, a të bëni mëkat flagrant, për shembull i ka burri 2 gra, edhe tash me gruan e parë, hajde be marrim rastin Kosovë, me gruan e parë nuk ka fëmijë, por i ka dhënë pasuni asaj, se gruaja e parë, tu mendu i ka dhënë janë 20 lira. Edhe tash ajo burri u ka martu me gruan e dytë, po gruaja e dytë ka më pak pasuni, se ajo mas 20 vjetëve ka ardhur rasti. E tash ajo ka kriju më pak pasuni, se s'ka jetu me gruaja e dytë. Atëherë thot burri gruas parë, thot jo valla, unë s'po mundi mi majt 2 gra, edhe thot ndaju ti prej meje, se s'po m'pëlqen e tjera, ama pasunin nuk guxon mja prek, edhe nëse është shumë e madhe, kështu Zoti po thot. Si mund t'ja merrni atë e njëri tjetrit ja keni falur zemrën, dhe ato kanë marrë prej jush obligime të mëdha. 20 vjetë gruaja parë ka nejt me ty, edhe tash ti po don zotnia munda, po don me marrë një grua tjetër, thot si mund t'ja marrësh, po thot pasunin asaj grue kur ajo ja ta ka falur zemrën, dhe ato kanë marrë prej jush obligime, ka pas obligim, ka pas ndaj burrit, gruaja ka obligime ndaj burrit, prandaj e meriton çdo pasuri që ja ka dhënë burri. Edhe me gratë me të cilat janë martuar baballarët tuaj, mos u martoni, thot mos u martoni me gruan e babës, nona ka vdek, edhe tash baba u ka martu me një grua tjetër, po baba e ka lëshuat gruan, edhe tash ti po thush, hajde unë shkoj t'ja marr gruan e babës. Jo, thot, s'mundesh. Si mund t'ja merrni mirë, edhe me gratë me të cilat janë martuar baballarët tuaj, mos u martoni, pavarësisht nga e kaluara. Ajo do të ishte një mend amoraliteti vrasht, pra neveri dhe rrugë e keqe. Qose martohesh me gruan e babës, ju i keni të ndaluara. Tash këtu tregon për një mashkull kë e ka të ndaluar për martesë. Këtu është problemi, thot po që çikën e Axhës, djalin e Axhës nuk po përmendet. Që tash po e shikojmë, kush është kë e ka të ndaluar burri jem, për shembull, për martesë. Një mashkull. Një mashkull thot, ju e keni të ndaluara, nënat tuaja, është incest familjar, nëse martohet djali me nënën. Pra, ju e keni të ndaluar nënat tuaja, bijat tuaja, bijat pra vajzën, motrat tuaja, hallat tuaja, për mashkullin po thot, edhe tezët tuaja, edhe bijat e vllaut, pra, Axhe ka, Axha s'bën më martu me çikën e vllaut, pra. Edhe bijat e vllaut, edhe bijat e motrës, pra, daja s'bën më martu me çikën e motrës. Edhe nënat tuaja për nga
tëmbli, përpara nuk i kanë dhënë qumësht fëmis prej lopës, se nuk e kanë akceptu si normale, por u desht me gjithë qumësht grue, njeri, jo qumësht kafshe. Dhe i kanë qu si profeti Muhammed, ka shku që në Bexhli, është rrit me nonën Halime, dhe ajo i ka dhënë gji, pra nënat prej gjijut, ajo është si nëna jote. Motrat tuaja për nga tamli, tash, nëse mu më ka dhënë gji një non tjetër, se nona jeme ose ka ndru jetë, ose s'ka pas gji edhe qumësht, edhe unë tash edhe ato më ka ushy një grue tjetër, edhe qikat e saja, qose unë mashkulli pra këtu është pyetje, edhe qikat e saja i kisi motra. Profeti e ka pas një motër prej nonës Halime, ajo e ka pasur emrin Shejma, shumë e ka dash si motër, se tjetër motër s'ka pas prej Abdullahit edhe nonës vetë, po prej nonës prej gjinit, edhe këto i ndalohen motrat plus prej gjinit, që i ka dhënë qumësht një grue tjetër. Nënat e grave t'juja, pra vjehrat për mashkullin, është nona e gruës është ndalu me haram, është si nona jote. Dhe bonjakët e grave t'uja, pra nëse burri martohet me një grue ve që ka bonjak, që ka jetim, atëherë i ndalohet me fëmijët e asaj grue mu martu, është si baba i tyre. Me nënat e të cilave keni pasur marrëdhënie intime, do me thonë, për shembull ti ke pas marrëdhënie intime, po pse përmend me gratë, me nënat e të cilave keni pasur marrëdhënie intime. Për shembull një mashkull ka pas marrëdhënie intime me nonën e një vajze tjetër. Edhe tash u ka nda me nonën, po kjo vajza tash po don me u martu, pra me burrin e nonës, ish burrin e nonës, faktikisht, nuk i lejohet. Që janë në kujdesin tuaj, për shembull, e ki në kujdesin tuaj, i e bën tutor, për shembull, ose e ke marrë një jetim, edhe e ruan, kujdesesh për ta, ajo është pra si evlati jot, pra nuk mundesh ti me pas marrëdhënie me ta. Por nëse ju nuk keni pasur marrëdhënie kurore me ato, atëherë nuk është mëkat për ju. Për shembull, kanë pas vetëm shoqni, një burr edhe një grua. Kanë pas veç shoqni, po nuk janë kanë burr e grua, po s'kan pas marrëdhënie intime, po i ka pas vetëm nën kujdes. Një grue ve e ka pas nën kujdes, i ka dhënë ushqim me hangër, me pi, është kujdes. Janë rrit ato vajzat, janë bë të mëdhaja, edhe që ky personi mashkulli tash ka drejt me marrë qatë vajzën jetime nëse i pëlqen, sepse me nonën e vet ka pas vetëm kujdes, po s'ka pas marrëdhënie. Kjo është pak mas zanimisht, edhe këtu i bie ajo pakuror, do me thonë, gratë që i kanë pas në atë kohë kanë qenë edhe robnesha, për shembull, i kanë pas nën kujdes, mirë po s'kan pas kuror, po s'kan pas marrëdhënie, më falni, intime, atëherë mund do ty me taku vajza e asaj robneshe. I keni të ndaluara edhe gratë e djemve tuaj, nusët pra, si edhe t'i mbani nën kuror 2 motra. Burri nuk ka drejt, mundet mi marrë 2 gra, po nuk mundet 2 motra mi majt nën kunor me një kohë. Me një kohë është ndalume. Por ka raste edhe në trojetona shqiptare, kur i ka vdek gruaja, edhe mas një kohë, mas disa vite, ose mas 7-8 muje, 5 muje, janë marrë vesh, edhe ka pas njeri shumë fëmijë, edhe janë marrë vesh me motrën e gruas,
më u martu edhe ajo mandej ja ka këshyr jetimt, do me thënë fëmijët e motrës, edhe plus ka kriju vetë fëmijët e vetë, pra kanë lind fëmijët prej ish burit motrës, po tash është buri i saj. Kjo ka ndodhur edhe në trojet shqiptare, edhe sot nëpër Gjermani, nëpër Zvicër, shumë lehtë e marrin ka adete, pra nuk e ka vlla faktikisht kunatin, as nuk e ka motër baldëskën, por baldëskën, bash mirë i thash, baldëskën, Prizreni thënë, zdi këtu që shi thënë, e tjera. Pra, dy motra me një kunor nuk bën, pavarësisht nga e kaluara, pra me një kunor nuk bën, po përpara ka bën, do të thënë kaluara, kanë bën në tokat arabe, i kanë pas dy motra në kunor, po pavarësisht nga e kaluara, dy motra me një kunor nuk bën. Allahu është me siguri shumë i mëshirshëm dhe falë. E tash, këtu është ajeti 24, për këtë verset unë veç po e lexoj, po këtu e keni verseti për edhe gratë e martuara, vazhdon me kë mund të martohet, sepse ky verset kur ka zbrit, arabt kanë pas ka 5-6 gra, ka 10 gra, s'kan pas numër, as kanë pas kunor martese, as kanë pas kunor, i kanë keq përdor gratë, kanë pas dashnore, kanë pas gra robnesha, e tjera e tjera. Këtu vazhdon, është thotë, i keni të ndaluara edhe gratë e martuara. Do me thënë për ata arsye, gratë e martuara nëse kanë burr tjetër, atëherë ajo numërohet kurvëri dhe me islam shumë keq dënohet. Me përjashtim të atyre që i zini rob. Në për luftra, kur i kanë zënë rob, do me thonë robneshat e luftës, sepse ai çka ka fitu në atë kohë, se tashmon nuk ka, në atë kohë ka qenë që kur ka luftu dy grupe njerëzish, edhe kanë zënë robnesha, sepse i kanë gjithmonë edhe gratë kanë shku në luftë, edhe në Kur'an thotë nëse mbytet një grue shkon robnesh. Jo më mbyt një burr, e tash për një burr që u mbyt me shku 10 robnesha ose 10 gra, po jo, për një grua që mbytet, gruaja kemi me pa aty për hakmarrje çush është në luftë. Pra një grua shkon me një grua, dhe këtu thot përveç atyre, në përjashtim të atyre që i zini rob, do me thonë ato janë të martuara, mirë po kur kalojnë në anën e kundërshtarit, ata duhet me prit 4 muaj dhe 10 ditë që mi kalu ajo pjesa e idetit, edhe ato pastaj bëhen gratë e këtyre që kanë fitu luftën. Kjo pra është ligji islam në kohrat e luftës atëherë. Ndërka që sot është këtë ndryshe, që jo çdo ligji Kuranit duhet me u zbatu edhe sot. Ka disa ligje që janë relative, mbesin për qatë kohë, ekziston ky ligji, po ma nuk funksionon, sepse ka ligje tjera që abrogojnë këtë ligjin. Për shembull, ka ligje ku robët e luftës në kohën e profetit Muhammed kanë pas edhe ligje tjera, i thot profeti, shikoni, ne ju kemi robnu juve si gratë, si burrat, mirë po kush prej juve i mëson shkrim lexim 10 fëmijë, 10 persona musliman, jeni të lirë. Do me thënë, ka këto lloj mos nalemi, lloj ndëshkime, po këto janë në kohrat e luftës, sot këto nuk vlen. Ligjet e Allahut janë për ju, ndërkaq të tjerat i keni të lejuara. Pra, çto janë ligjet e Allahut, kush lejohet, kë e ka të ndaluar një mashkull me martu, si që thamë hallat, tezet, vjehrën e vetë, nanën e gruas, nanën prej qumshtit, qikat e vllaut, qikat e motrës, bla bla bla, kri komplet këto. Pra thot, këto janë ligjet e Allahut, me kës mundesh me u martu. Ligjet e Allahut janë për ju,
ndërka që të tjerat i keni të lejuara. Por, pra, krejt që ka vjen me qik të kojshis, me qik të mahallës, me qik ku ta di unë të fisit tjetër, e tjera, i keni të lejuar, qikën e agjës, qikën e dajës, tezës, krejt tjera, thotë Zoti, i keni të lejuara. Por për këtë kom thonë që përveç ky ajeti që spjegohet, ka edhe një, i thojnë harova, zakoni. Zakoni në arabisht ishte urfa. Dhe profeti në këtë ajet, verset kur ka zbrit, thot ma mirë për juve është e lejume, me qikagjës qikdajës, mirë po ma mirë për juve është ma larkë. Dhe plus, nëse në atë vend, në një vend, urfa, zakoni, si të nash shqiptarët për shembull, zakoni jonë nuk e lejon me u martu qika agjës, qika dajës, se po duhet me shku 9 breza ma largë, atër në kësi raste, si profeti që ka thonë, ma mirë për juve është ma largë, edhe pse se kitë ndaluar, prandaj në këtë rast, zakoni i ati vendit vlen ma shumë se sa një verset i cili nuk është decisiv, nuk ta urdhënon ty me martu qikën e agjës, qikën e dajës, por ty ta urdhëron Zoti si mashkull me kë nuk mund të martohesh, si që thamë në ajetin 23. Por dhe të tjerat i keni të lejuara, por që t'i jepni dhuratat e kurorës dhe të martoheni me ato, e jo të bëni amoralitet. Pra, të tjerat grad, edhe plus këtu, ka pas, unë si shtash qëf nga fillimi, ka pas që nuk kanë pas kunor, dhe ky verset, si që thamë fillim, këtu në këtë sure kanë zbrit ligjet, dhe kanë pas gra pa kuror, po i ka thënë Zoti jo, tjerat krejt mundesh mi martu, por mos bëni kurvëri, amoralitet, por jepni dhuratat e martesës, sepse pa dhurat, pa meher, nuk mundesh me hinë marrëdhënie intime me atë grua. Ndërsa atyre që keni pasur kuror, do me thonë, keni pasur kuror, jepni dhuratat e kurorës tyre, ashtu si që keni detyr, dhe këtu është pik. Do me thonë, keni pas gra që keni pas pa kuror, po kanë pas jadofise që kanë pas edhe gra me kuror, po tash, po thot, ka pas gra me kuror, mirë po tash, ligji po vjen që përveç asaj kunorës parash kohës islamit, po thot duhet mi dhënë edhe meher, duhet mi dhënë dhurat. Prandaj, ligji i Kuranit e thot, edhe ato gratë që i keni pas me kunor, aty vetë tash ka ardhë feja islame, ligji islam, atyre thot jepni dhuratën e kurorës atyre, si që e keni detyr është me ta dhënë dhuratën e kurorës, për ndryshe qka është ajo, një njoftimi thjesht, hajde 3-4 herë, shkon në hotel, shkon në motel, shkon në përbanesa, shkon në përparqe, dhe kjo nuk është martes, as nuk është e lejuar, por është, në një farë mënyre, është pjesë e amoralitetit, pra kurvëris. Nuk është pika t'juva, nuk është mëkat që pas dhuratës së caktuar të lidhni marrëveshje, kontrat. Pra, ka pas edhe prej atyve grave, të cilat do më thënë kanë qenë të lira, dhe tash ligji islam po thot jo, kemi futi, ke pas dashnore, po dënë me pas grue, ata keme bon grue, mo dashnore nuk ka. Zoti ja spjegon. Femes temtatum, do më thënë, i keni pasur ato gratë, nuk është mëkat që pas dhuratës, masi ja jep dhuratës të aktuar të lidhni marrëveshje. Kam pas gratë të cilat nuk kanë pas kësi kunor. Dhe e lidh kunorën edhe pon marrëveshje me ta. Pra, marrëveshje, që këtu thot, lidhni marrëveshje me ta. Dhe në
kohrat e luftës, për shembull, ose ka pas marrëveshje, ka pas gra veja shumë, dhe një burr I cili ka pas pasuni, ai ka bë një lloj marrëveshje, por çfarë marrëveshje ka qenë? Për mos me fol njerëzit se kjo është gruaja ve dhe ky ka pasuni edhe don me u martu me atë gruan, mirë po bën një lloj marrëveshje, thotë shiko, ti je burri jem, faleminderit që po kujdesesh për mu, për jetimat e mi, mirë po, unë nuk kam dëshirë me pas me ty marrëdhënie intime. Do me thënë, kjo është pra kontrat, është marrëveshje në surën Nisa ajeti 24. Pra, martesa nuk është vetëm kjo, martesa gjithmonë është burr e grua, por nuk është burr e burr. Por nuk është vetëm kjo martesa që na veç e njohim, por në Islam ka pas martesa që I thënë bashkëjetesë, ka jetu me një grueve, apo femestemta'atum, me ato që kanë ndi kënaqësi, janë kanë gratë mira, janë kanë të nevojshme, edhe e kanë bom në një qahin, e kanë dhënë dhuratën e martesës, dhe pastaj kanë bë edhe një lloj kontrate. Gruaja thotë, më fal, unë do me të pas burri jem, sepse shohin njerëzit krejt, mirë po, unë nuk kam dëshirë me ty me pas marrëdhënie. Marrëveshja lejohet. Për ndryshe, ose thot, unë jam 50 vjeçare, po du me ty me jetu 10 vjet. Sepse në shtetin Islam, me të pa një burrë dhe një grue, edhe nuk ki kunor, aty ku është letër njoftimi, shkruan edhe emri I gruas tënde, se në shtetin Islam, me të pa që nuk e ki grue, shkrume me dokument, atëherë ti dënohesh se nuk është gruaja jote. Prandaj, këtu thot Zoti, mundeni me bo marrëveshje, që s'don gruaja me pas ma shumë kontakt me ty, përveç se që ti je kujdestar. Dhe kjo të na nuk ka rëndësi, as që praktikohet kjo marrëveshje, apo në martesë që theksohet martesë me marrëveshje, të na nuk bëhet sepse të na e kanë ma kollaj me shku me bë amoralitet, me pas dashnore 3, 4, 5, se sa me pas gra. Vazhdojmë. Allahu vërtet është shumë I dijshëm dhe I urtë. Pra, ky verset kuranor ka raste që nuk përshtatet me ideologjinë tanë. Po na shkon këtu kjo bateria edhe u bë kohë, veç po e lexojmë edhe çpak. Pra, deri te gjyzi 4, vetëm e 2 ajetet fundit. E kush nuk ka pasur mundësi të martohet me gra besimtare, ja ku janë ato me të cilat dispononi ju, shërbëtorët tuaja besimtare. Pra, në atë kohë, pra ka pas gra shërptore, pra që s'kan pas kushte, kanë ardhur që aty me punu pakës, me a pas një kafshat buke, ato nuk kanë lyp, do me thënë pasoni, po kanë lyp veç strehim. Prandaj Zoti ka thënë, nëse ti s'ki mundësi m'ia dhënë dhuratën e martesës, s'ki mundësi mu martu fukaraje, atëherë shko të qatë shërptorët që I keni, se përpara ka pas shërptore e robnesha, me ato martoju, por kusht janë me qenë besimtare. E Allahu e di më mirë besimin tuaj. Ju jeni si njëri tjetri, andaj martohuni me ato, me lejen e familjeve të tyre, jo mi marë ato robneshat me zor, me lejen e familjeve të tyre dhe jepni dhuratat e tyre të kurorës. Ki bab e bi janë shërptor, janë robneshat e ti kanë punu, ato edhe atyve duhet mi dhënë dhuratat e kurorës, po duhet me pyet atë robin apo atë shërptorin mashkull që e ki, a bën me ma dhënë qikën tonë dhe për grue. Kurorës, si pas normave për gratë e pastërta, po jo amorale dhe që qojnë dashuri shehurazi. Pra, si mas normave të grave të pastërta, e jo atyre që nuk kanë moral dhe që qojnë dashuri fshehurazi.
që unë shpeshere përmendim dashnorët e fshehta. Këto nuk janë gratë e pastërta, sepse dashnorja në mëngjes është me ty, masdite është me tjetër kënd. Po, nëse bëjnë kurvëri e janë të martuara, le të dënohen me gjysmën e dënimit të përcaktuar për gra të lira. Do me thonë, ato shërptorët e këto robneshat që se bëjnë kurvëri edhe janë të martume, ato nuk rrafën 100 thupra para qytetit në qendër të qytetit, ashtu është ligji i Zotit, me 100 thupra murra, po ato do të murra me 50 thupra, sepse ato janë konë robnesha, qysh i kanë thonë, qysh s'kan pas njohuri të mëdha, ka mund edhe me keq përdor vetë patroni vetë, e tjera. Ajo është për atë i cili i friksohet kurvëris, por më mirë është për ju të përmbaheni, ndërka që Allahu falë dhe është shumë i mëshirshëm. Allahu dëshiron t'ju sqaroj dhe t'ju dhëzoj rrugëve që kanë ecur ata para jush, edhe t'ju falë, sepse Allahu është shumë i dijshëm dhe i urtë. Këtu pra është fillimi i gjyzit 5, une pra e kom marrë vetëm pjesën e mbetur të gjyzit 4 dhe kom fillu që të faqen e parë pra të gjyzit të 5. Këtë faqe pra do të vazhdojmë gjyzin e 5 në emisionin e radhës. Prandaj ky lexim është një lexim letrar dhe nuk është tefsir i thellë, po është tefsir, komentim i sipërfaqësor, sepse normal për ta interpretuar ma thellësisht duhet mi marrë edhe një 4 a 5 tefsire këtu përpara vetit edhe me shku çdo njënës. Pro, na nëse nuk, kur e lexojmë Kuranin, nëse nuk kemi njohuri, mos u brengosni kur shkon me pi një kafe, me një shoqe, ta